Qytetarët shqiptar u janë drejtuar sot qendrave të votimit për të zgjedhur përfaqësuesit e rinj në parlament. Në orën 19 ka përfunduar orari zyrtar dhe ka nisur mbyllja e qendrave të votimit. Sipas të dhënave paraprake nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, deri në orën 18 pjesëmarrja në nivel kombëtar ka qenë 41%, një rënje e ndjeshme krahasuar me zgjedhjet parlamentare të vitit 2021, kur në të njëjtën orë kishte votuar rreth 43.8% e zgjedhësve. Qarfshet me pjesëmarrjen më të lartë janë Dibra me 48%, Tirana me 46.5% dhe Kuksi me 48%, ndërsa në fund të listës renditen Vlora me 30%, Shkodra me 36% dhe Gjirokastra me 37%. Rënja në Vlorë lidhet edhe me zhvillimin e garës Giro d'Italia, e cila ka ndikuar në lëvizjen e qytetarëve dhe aksesin në qendrat e votimit. Fushata u karakterizua nga një përplasje klasike mes Partisë Socialiste, që kërkon mandatin e 4 dhe opozitës, e cila u rreshtua pas një fryme alla Trump me sloganin Make Albania Great Again dhe përfshirjen direkte të strategëve amerikan si Chris Lasivita dhe Tony Fabrizio. Megjithatë, sipas platformës së parashikimeve Polymarket, Partia Socialiste mban një avantazh të padiskutueshëm me 97% gjasa për të fituar. Procesi zgjedhor ka kaluar përgjithsisht i qetë, por ka pasur edhe incidente. Në Pogradec pati dhunë dhe intimidime. Në Vorë pati përplasje mes Flamurnokës dhe një militanti të Partisë Socialiste. Po ashtu ka pasur akuza nga PD për presione dhe prezencë të patronazhistëve pranë qendrave të votimit. Tashmë pritet që numërimi i votave të nisë menjëherë pas mbylljes eksekutive, ndërsa partitë kanë filluar përgatitjen për fazën tjetër, analizën dhe kontestimet nëse do të ketë.